natyra ime janë muret dhe brenda 4 mureve kalon pjesa më e madhe e kohës. Edhe koha hikën gjithmonë më shpejt. Nuk e dia, ju e keni ndjerë ju këtë gjë. Në fakt nuk më e masi që kohë. Çdo vit kalon më shpejt se sa viti paraardhës. Po mirë, gjithë kjo energji. A keni thënë ndonjëherë që do ta le? Kjo është një histori, ngjitje, zbritje, shëshqitjesh, momente të caktuara, ndihesh i rrëzuar, ka shumë presion, stres, ka momente dhimbje fizike, sepse është shumë e vështirë, besoj unë, ose ndoshta është dhe e pamundur për që t'ja të shpjegosh dikujt që kur arrin në maj je vetëm. Dhe pavarësisht se sigurisht nuk je vetëm në kuptimin fizik të fjalës, sepse i ke disa njerëz, ke dikë që ke shumë afër, siç kam unë për shembull gjysmën time më të mirë, ose ke disa njerëz që, por në fund kur duhet marrësh një vendim je vetëm, se ti do ta marrësh, ti do ta përballësh dhe ti do përballësh me pasojat ose me ato të papriturat që mund sjellë një vendim. Dhe kjo është një punë vendimesh.